Koloneli në pension dhe deputeti zgjedhur nga lista Serbia kundër dhunës Goran Petković tha se propozimi për rikthimin e detyrimit për shërbim ushtarak është një mas populiste propagande shoqëruar me dyshime dhe të panjohura të shumta. Nëse pak më shumë se 13 vjet më parë pezullimi i detyrimit për të shërbyer në shërbimin ushtarak justifikohej me profesionalizmin e forcave të armatosura të Serbisë, lind pyetja nëse kjo në fakt nuk u arrit, thuhet në deklaratën e bërë nga Petković. Ai thekson se propozimi për rikthimin e detyrimit për shërbim ushtarak kërkon përgjigje dhe në pyetjet se sa do të kushtonte, çfarë kushtesh dhe standardesh akomodimi parashikohen për ushtarët, nëse personeli që do të kryente stërvitjen është përcaktuar, përgatitur dhe kualifikuar dhe nëse është përcaktuar se çfarë arrihet me shërbimin ushtarak, pra me trajnimin deri në 4 muaj. Me të gjitha çështjet nga të cilat janë përmendur, vetëm disa Petković thekson se mbetet një gjë kryesore kundërshtimi i ndërgjegjes, i cili është i përcaktuar me Kushtetutën e Serbisë dhe i përcaktuar me ligjet për detyrimin ushtarak të punës dhe materialeve dhe shërbimin civil dhe u lejon rekrutëve të drejtën për të referuar si në antar të rezervë për ta përdorur atë 4 vjet pas kryerjes së shërbimit ushtarak me armë. Njoftimi për rifutjen e shërbimit ushtarak aktualisht po e largon vëmendjen e publikut nga shumë probleme në shoqëri, përfshirë ato me të cilat ballafaqohen pjesëtarët profesionistë të forcave të armatosura të Serbisë në kryerjen e profesionit të tyre të nderuar, tha Petković.